vazhdojmë me trajtimin e jetëshkrimit të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam dhe sikur se e dini, kemi përmendur pjesën e shkuarjes së Muhamedit alaihi sallam nga Mekka në Taif, pasi që i kishte vdekur Axha Ebu Talibi, i kishte vdekur edhe gruaja Khadija radhiyallahu anha, konkretisht dy krahët më të fuqishëm që i kishte të mbrojtjes edhe financiare, edhe spirituale, por edhe sociale, politike e sociale. Pastaj ju pengua krejtësisht daveti, shprehu dëshirë që të shkonte edhe të krijonte një qendër të re davetit, e pa më të rësyeshme Taifin për ta bërë një gjë të tillë për shkak të afërsisë që kishte me Mekën dhe gjithashtu disa arsyeve tjera që ne i kemi përmendur javët e kaluara, por atje hasin në pritje jo të mirë, madje të tmerrshme. Përpos që nuk u prit mirë, u keq trajtua pejgamberi Allahut dhe kemi treguar se si është gjuajtur me gur, me mori gurësh nga kategoritë më të ulta të shoqërisë, nga të çmendurit e shoqërisë, nga mendjelehtit e shoqërisë. Pastaj edhe nuk i kishte përdorur edhe fëmijët e asaj shoqërie dhe disa të tjerë, mënyrë që ta nënçmonin pejgamberin Allahut. Pra ta dëbonin nga Taifi në një mënyrë që ai më nuk do të dëshironte të kthehej kurrë. Dhe gjatë rrugës, së bashku me Zeid bin Harithën, me shoqëruesin e tij, radhiyallahu anhu, ata u strëhuan në një vend ku edhe kërkuan pak pushim, të qetësoheshin sepse ishte përgjakur pejgamberi Allahut alayhi salatu wassalam. Aty ndodhi një mirësi nga Allahu, sepse erdhi Adasi, Allah e mëshiroi pejgamberin Allahut, e dërguan Adasin Shejbe ibn Rabia edhe Utbe ibn Rabia, ndonë se ishin dy përjarmiqve më të mëdhenj të pejgamberit Allahut, por që në ato momente ishin tek vreshta e tyre e rrushit. Edhe kur e pan të përgjakur pejgamberin Allahut, i than Adasit sheptorit tyre që ishte i krishter irakian. Shko dhe jepja një kalavesh rush. Edhe ja dërgoi në momentin që e mori pejgamberi Allahut ta bismillah. Edhe filloi ta hante kokrën në rrushit. Kur e dëgjoi Adasi, e kuptoi që kjo fjalë nuk është vendore këtu. Është e jashtme, ai ishte i krishter dhe emrin Allah e kishte dëgjuar më herët ai prej mësimeve të shpalljes së Tevratit dhe të Injilit. Atëherë, kur e pyeti se kush ishte, i tregoi, e pranoi Islamin. Dhe kjo ishte një mbështetje dhe një përkrahje nga ana e Allahut për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pak para se më arrit në Mekë, diku 40-50 kilometra para se më arrit në Mekë, aty Zeidi i thot pejgamberit Allahut që apo para së gjithash Allahu subhanahu wa taala ja pranon lutjen. Kemi treguar, kemi trajtuar javën e kaluar lutjen që pejgamberi Allahut e bën, se si kërkon prej Allahut zgjidhje, se si janë kohët vetëm Allahut, dhe se si Allahu subhanahu wa taala ja dërgon melekun Xhibril, krye melekun në të gjitha melaqeve të Allahut subhanahu wa taala, dhe i thotë që Allahut ka dërguar selam dhe ta ka dërguar melekun e kodrave, sepse së bashku me Xhibrilin ishte edhe meleku i kodrave, i cili i tha: "O Muhammed, Allahut çon selam dhe më ka dërguar mua tek ti, nëse ti e thua me gojën tënde, nëse ti kërkon, unë do t'i bashkoj dy kodrat e Mekës dhe ta rrafshoj Mekën, banorët e Mekës do t'i shkatroj, sepse ajo që kanë bërë ata në raport me Muhammed Mustafa ishte padrejtësi e madhe dhe meritonte një shkatrim tillë, por "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin", siç thot Allahu në Kur'an, nuk kemi dërguar ty o Muhammed vetëm se mëshirë për gjithë botën. Pejgamberi Allahut çdo i ka dhënë mëshirës përparësi para drejtësisë, bamirësisë para drejtësisë, sepse atë që e zgjidh bamirësia nuk e zgjidh as drejtësia. Drejtësia bën zgjidhje, por bamirësia çron njos problem. Çron njos. Nuk mund të ndodhë më problem. Prandaj pejgamberi Allah tha, jo tha, sepse unë shpresoj tek i madhi Zot që prej tyre do të dalin pasardhës që do të adhurojnë vetëm Allahun dhe nuk do t'i bëjnë atij shirk në adhurim askë dhe asgjë. Edhe kështu ka ndodhur, ja sot Mekja është e pastër nga shirku dhe nga çdo besim i devijuar. Tani, para se me mrin Mekë, i tha Zeidi: "Ja Rasulullah, a për një mend ti do më u kthy në Mekë? Banorët e Mekës kanë dëgjuar që ti ke shkuar në Taif. Ata kanë me të vra." Thot: "Hajde pe zgjedhim një vend tjetër. Taifi i mbylli dyrt, po shkojmë dika tjetër." Thot: "O Zeid, Allahu subhanahu wa taala e mbron fenë e tij edhe e përkra, e bën të jetë dominant pejgamberin e tij. Kështu që mos u frikso. Unë jam pejgamberi Allahut, kum dal për hir të Allahut. Allahu ka më mbrojt mua. Edhe nuk ka pa arsye mos më u kthy në Mekë." Diku 40-50 kilometra para se me hyn në Mekë, aty ndodh një ngjarje shumë interesante. Pejgamberi Allahut vendos me ul dhe me pushu. Është natë, edhe vendos me u pushu.
Por për dallim për tjerëve, pejgamberi Allah pushimin e ka bë me namaz, nuk e ka bë me gjumë. Gjumin e ka pas shumë thjesht dhe shumë të shpejt. Pushimin shpirtëror e ka bë me namaz. Wasta'inu bis sabri was salat. Ashtu siç Allah e ka porositur në Kur'an, kërkoni ndihmë tek Allahu, mbështetje në vështirësi, me durim dhe me përgjërim, me namaz. Namazi është forma më e plotë e përgjërimit ndaj Allahut xhelle xhelalu. Atëherë duke kënduar Kur'an në namaz, e dëgjojnë disa e gjindët. Dhe siç e dini, gjindët janë një popull që jetojnë në një dimension paralel me dimensionin tonë, që ne e besojmë fuqishëm sepse Allahu na ka treguar. Ata na shohin, ne nuk i shohim. Ata e jetojnë jetën sikur se jetojmë ne, por në natyrën e tyre, brenda parametrave të tyre, edhe brenda realitetit që ata jetojnë. Atëherë, ata e gjinë që e dëgjojnë Kur'anin prej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e kuptojnë se kjo është e vërtetë e Allahut. A kemi argument për këtë? E kemi në surën El-Ahqaf, Allahu në faqen e fundit të saj tregon se si ka ndodhur kjo ngjarje. Thotë: "Wa istarafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-Qur'an." Kur ne i drejtuam drejt teje o Muhammed, një grup prej e gjinëve, yastami'una al-Qur'an, e dëgjuan Kur'anin teksa ti lexoje në namaz. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Kur morën pjesë aty, kur ishin prezent, atëherë thanë ansitu, heshtje, qetësi. Pra, nga madhështia e fjalëve të Allahut që ata i dëgjuan. Askush prej tyre nuk shoi asnjë zë. Të gjithë po e dëgjonin fjalën e Allahut, të cilat po i recitonte pejgamberi Allahut në namaz. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundhirin. Pasi që e përfundoi namazin pejgamberi Allahut, pasi që e përfundoi recitimin e Kuranit, wallau ila qaumihim mundhirin, më njëherë shkuan tek populli i tyre si lajmtar, si thirrës për në rrugën e Allahut. Subhanallah. E gjinët e asaj kohe kanë qenë më të sinqertë se sa shumë muslimanë kësaj kohe. Sot, sa muslimanët i flasin me ajetet e Kuranit për harame, nuk ja lën shej. Thuti i ka vdek zemra, i është ngurcu zemra. Ma bre i thu se është haram, ma bre sa Allahu në i dhron. Është musliman, nuk ja lën shej, nuk mërzitet fare. Hajtë behoq se ka vakt, hajtë behoq se bëhet mirë, hajtë se ju pak i teproni gjanat. I thu bëne këtë mirë, bëne këtë halal, se që kjo të ndrit, që kjo të ngrit. Thot hajtë behoq se kam vakt. Morë namazin e kjo obligim, hajtë behoq se ka dhe ma këtë se une. Morë shkojnë hajtë se e kjo obligim, jam i ri behoq, këtë plakna. Ose gjenë 10 arsyetime se s'ka mundësi me shku, ka mundësi me bë darsëm të tepruar, me gjetë para për me shku darsëm, me bë darsëm të teprume, ka mundësi me dalë në përshëtitje, s'ka mundësi me shku në haqë. Me kërë obligimin ka shqe Allah subhanahu wa taala. E këta e gjinë me njerë, në momentin që i kanë dëgju fjalët e Allahut, e kanë pranu të vërtetën. Edhe kanë shku tek populli i kanë thonë, qalu, ja qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqa. O popull, ne kemi dëgjuar një libër që ka zbritur pas Musës alayhi salam, musaddiqan lima bayna yadayhi, i cili është konfirmues i asaj që është zbritur paraprakisht, prej Tevratit, Injilit, Zeburit e kështu me radhë. Yahdi ila al-haq, i cili udhëzon në të drejtën e vërtetë, në të vërtetën absolute të Zotit të Madhërisëm. Wa ila tariqil mustaqim, wa ila tariqin mustaqim, dhe që udhëzon në rrugën e vërtetë. Ja qaumana ajibu da'i Allahi wa aminu bih. O popull, përgjigjuni thirrësit të Allahut dhe besojeni atë. Yaghfir lakum min dhunubikum, nëse bëni një gjë të tillë, Allahu do a fal juve gjunat tuaja. Wa yujirkum min adhabin alim, dhe do t'ju mbroj juve nga ndëshkimi i dhëmshëm. Wa man la yujib da'i Allah, e kushdo që nuk i përgjigjet thirrësit të Allahut, falaysa bi mu'jizin fil ard. Atëherë le ta di se nuk ka njeri që s'mposhtet në dynja. S'ka njeri, s'ka fuqi individuale, grupore, shtetërore, politike që nuk mposhtet. Allahu i mposht gjithë. Ka fuqinë absolute për ta bërë një gjë të tillë. Wa laysa lahu min dunihi awliya, dhe le ta di se përpos Allahut s'ka kush që mundet me i ndihmu atij njeri. Ulaika fi dalalin mubin, e të tillët janë padyshim në një devijim të qartë nëse vdesin në këtë gjendje.
Pra, ky rast ishte rasti kur pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam për herë të parë, sipas mendimit të Ibn Ishaqut dhe Ibn Sa'dit, dy historianëve të mëdhenj islam, ndërkaq sipas Ibn Kathirit kjo nuk ka qenë hera e parë. Ibn Kathiri thot ka pasur një takim tek pejgamberi Allahut me disa e gjin, një takim tjetër që hadithi që e shënon Imam Muslimi në Sahihun e Muslimit tregon qartazi se si ka ndodhur një gjë e tillë. Hadithin e transmeton sahabiu i nderuar Alqama radhiyallahu anhu, i cili tregon se e ka pyet Abdullah ibn Mas'udin, a keni qenë ju prezent në natën e gjinve, kështu quhet në historinë islame, Lejletul Jin, nata e gjinve. A keni qenë ju prezent në natën e gjinve kur pejgamberit Allahut i ka ndodhur takimi me disa gjin? Atëherë Abdullah ibn Mas'udi thot, ne nuk kemi qenë me pejgamberin kur është takuar me gjint, por kemi qenë së bashku, po atë natë ku na ka humbur pejgamberi Allahut nga syt. Për një moment na ka humbur pejgamberi Allahut. Nuk po e shohim. Jemi bërë shumë marak, kemi filluar me e kërku, në për lugina, në për rrënj, kam mos e kemi lyp, se kemi gjetë kërka. Sa që jemi friksu se i ka ndodhur diçka pejgamberit Allahut. Ose dikush e ka ngrit në qiell, e pas kanë marrë gjint e pas kanë çuar në qiell, se nuk ishte normale me humb ashtu pejgamberi Allahut. Ose dikush e pas ka vrarë e pas ka fsheh. Të nesërën në mëngjes, thot Abdullah ibn Mas'udi, kur erdhi mëngjesi e pa pejgamberin Allahut duke ardhur në drejtim tonin. U gëzuam shumë, edhe i tham, ja Rasulullah, mbram na humbe prej sysh, edhe të kemi lyp kamos, s'të kemi gjetë. Edhe ka qenë nata më e tmerrshme për ne. Thot, çfarë ndodhi? Thot, me erdhi një e gjin dhe kërkoi prej meje që të shkoj me të dhe të shkoj tek grupi e gjinve. Edhe thot, shkova dhe ju lexova Kur'an. Atje thot i pash gjurmët e vendit tyre edhe gjurmët e zjarrave tyre, që tregon se ata bëjnë jetë sikur se na. Edhe ju lexova Kur'an, pastaj thot kërkuan prej meje ushqim. E unë ju thash, pejgamberi Allahu tregon, thot unë ju thash, ushqimi juaj janë eshtrat e mishrave tanë. Pra eshtrat që na i han të mishrave, të lopëve, të gjedhave në përgjithësi, eshtrat që hudhen, eshtrat që janë prej për në emër të Allahut, për hir të Allahut, pra kafshët, ato eshtra ju ushqeni me to. Kjo është fjala për regjint musliman. Ndërkaq bajgat e tyre janë ushqim për kafshët tuaja, që tregon se edhe regjint kanë kafsh transportuese me cilat shkojnë edhe i kryjnë punët e veta, pra mjete transportuese. Pastaj ky hadith, edhe në fund të hadithit thot pejgamberi Allahut, mos i përdorni eshtrat për pastrim, për istinxha. Istinxhaja në jurisprudencën islame njihet si pastrimi i ndytësirës, i taharetit, përpara s'ka pas letra, uji ka qenë jo çdo herë, domethënë lehtësisht i siguruar, kështu që kanë përdorur gjethe, dikush ka përdorur edhe eshtra kafshësh. Prandaj pejgamberi Allahut ka thonë, eshtrat e kafshëve mos i përdorni për taharet, sepse ato janë ushqimi vëllezërve tanë prej gjinve. Ata ushqehen me to. Unë përdu mja o të regu një rast që unë e vetë e këmë përjetu, edhe me këtë do të mbyllë, ndonë se pata shumë që me thonë, po hajri inshallah. U isha në Medinë si student, edhe kërkoj dikush për meje me i bo rukje. Duke qenë se unë e kam su rukjen të 2 djetarë shumë të majtë Medinës, e një shamir, edhe pranova me i bo rukje që ati personi. Duke i bo rukje, mu lejmë ruegjini. Kjo është e vërtet, nuk i një rrenë, se u kam frikë Allahun, ta më puna me rajt në fejnë Allahut. U lejmë e gjini. Edhe normalisht, si zakonisht, e gjint insistojnë, mës me dalë për trupit, insistojnë me friksu lexuesin këtë rast, rukje gjin, mund këtë rast. Edhe kërsnojnë, kemi me të vra, kemi t'i vra fëmijët, kemi t'a bo kështu e ashtu, që ti me utut. Për Allahu thot, fela të khafun, më khafunin kun të mu'minin. Mos ju friksoni shejtanëve, por më friksoni mu. Nëse jeni me të vërtet besimtar, sepse fuqia absolute i përket vetëm Allahut. Ata ekzistojnë në saj të lejimit të Allahut, në saj të fuqisë Allahut. I bona davet e thira, thash dil, nëse nuk del, kom e djek thash me Kur'an, edhe ti e din që digjesh, jo nuk dal, deri sa pas davetit, elhamdulillah, u zbut. Po para se mu u zbut, tha unë të një ty. Thash pe ka po mnjeti mu, tha të një, tha se ti tha e konë mëzin, tha, te xhamia e djegne. Unë kam qenë mëzin, vitet, sa kam qenë medresan, 2005-2008, te xhamia e djegne atje te Qafakishës, te hoxha i nderuar Bashkim Spahiu, Allah varujt.
Edhe thot prej atëherë një aty. Thash po, çish po më thash ti mu? Thot një tha se ti tha na ditë me ezan tha. Kur e thirrsha ezanin. E kur zamencoi ka ai tjetri tha, ata e kishim qef më shumë sa ai ingrati nuk e ka pas shumë zonin e mirë. Theke, ma ato nuk na djeke shumë, theke, po me ty na diçke shumë. Po mirë thash. E kur e thirrsha unë ezanin, ku shkojshit ju? Tha ikshim sa më larg. Çish na ka mësuar pejgamberi Allahut. Kur thirr ezani, shejtanët ikin sa më larg që mujnë. Derisa nuk e dëgjojnë më ezanin. Kur mbaron ezani kthehen prap. Kur fillon ikameti namazit, ikin prap, s'u përballojnë. Kur mbaron ikameti kthehen prap. Momenti që themi Allahu Akbar në namaz, fillon me i bërë cytjet namaz, mos me klon me u koncentrua, mos me klon me marrë sevapën në namaz. Në rregull, pasi që e ftova në Islam, edhe më tha, dalë tha me një kusht, ata qesin kushte, e du të me ditë se çfarë kushte qesin. Nëse qesin kushte që bin kundërshtim me Kur'anin dhe Sunetin, nuk ban me i pranu se e djeg kartën e besimit tonë. E rrezikon veten. Tha çfarë kushti? Tha me kushta që me hyn trup tëndin. Mu më tha, thash po, pa problem. Hajde thash, dil për këtij trupi, hyn trup temin, po të pres. Edhe nisi me bërtit, tha s'famuj. Thash pse? Tha se sot e ke thonë tha në mëngjes 100 herë, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wallahi vetë citoj ke. Vetë citoj ke gjini. Edhe më kujtu fjala e pejgamberit Allahut kur ka thonë kush e thot 100 herë në mëngjes, fjalën la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa ala kulli shay'in qadir, atë mëngjes s'ka mundësi me prek sihri, s'ka mundësi me hyje gjini, s'ka mundësi, domethënë me ndonë ndonjë e keqe, për 100 gradë ngritet, 100 gjuna i pastrohen e kështu me radhë disa benefite që thash e ka thonë të vërtetën pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam. Edhe deshi Allah e pranoi Islamin, edhe dul për atij trupi. Kjo ishte një rast që ja u tregova me qëllim që mos me pas dyshim në ekzistencën e xhinëve, sepse na kemi ajete kuranore ja ku i përmendëm, vetëm Mu'tazilat e mohojnë ekzistencën e xhinëve. E Mu'tazilat janë të dalur nga e vërteta islame, sepse ata e kanë mohuar të vërtetën Allahut subhanahu wa taala sipas unanimitetit të dietarëve.